Stuhia jashtë dukej sikur pasqyronte heshtjen e zymë të vilës, ku çdo dhomë ruante më shumë dhimbje se sa histori. Pse jeton vetëm në një shtëpi kaq të madhe? Pyeti zëri i vogël që përshkoi vite vetmie me një pafajësi çarmatose. Që nga ajo ditë, vizatime filluan të rrëshisnin poshtë derës, secili më i vështirë për t'u shpërfillur se tjetri. Dhe kur ai mbajti në duar tortën e shtrembër me mbishkrimin për zotërinë që meriton të buzëqesh, e kuptoi se ndoshta, vetëm ndoshta, ishte ende e mundur të fillohej nga e para. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Duke vazhduar, shiu përplasej pas dritareve të vilës sikur donte të hynte me forcë. Por brenda heshtja ishte edhe më e rëndë se stuhia. Artan Basha ishte ulur në karrigen e tij me rrota, duke vështruar përmes xhamit të avulluar kopshtin që prej vitesh askush nuk e mirëmbante siç duhej. Në moshën 42 vjeçare, ai kishte gjithçka që shumë ëndërronin të kishin: një kompani ndërtimi që ngrinte pallate në të gjithë Tiranën, llogari bankare që nuk do të shteronin kurrë, një vilë 3 katëshe në blok. Por asgjë nga këto nuk kishte rëndësi kur jetoje si një fantazm brenda shtëpisë tënde. Kishin kaluar 3 vjet nga aksidenti. 3 vjet që kur gjithçka u shemb atë natë marsi, kur Artani po ngiste me nxitim përgjatë unazës së madhe, i paduruar për të arritur në shtëpi dhe për ta befasuar Elirën me një darkë të veçantë. Ishte ditëlindja e tij, 39 vjeç, dhe ajo i kishte premtuar një surprizë. Ai donte të arrinte i pari, të përgatiste gjithçka, të shihte buzëqeshjen e saj kur të hynte nga dera. Por shiu ishte i fortë, makina përpara frenoi papritur dhe në një sekondë gjithçka u kthye në një mjegull dritash, metali të përdredhur dhe errësirë. Kur u zgjua në spital, 3 ditë më vonë, Elira nuk ishte më në këtë botë. Dhe këmbët e tij, që më parë e çonin me vrap nëpër kantieret e ndërtimit, nuk përgjigjeshin më. Që atëherë, Artani e shndërroi atë datë në një ditë të mallkuar. Asnjë festë, asnjë tortë, asnjë urim. As fjala ditëlindje nuk mund të shqiptohej brenda asaj shtëpie. Punonisit e dinin, më 23 mars, pronari mbyllej në zyrën e katit të dytë dhe nuk donte të shqetësohej nga askush. Ishte dita kur biznesmeni i suksesshëm shpërbëhej plotësisht, duke lënë pas vetëm një burr të shkatëruar nga faji. Ajo që komandonte gjithçka aty, në praktik, ishte Valbona, motra më e madhe e Artanit. Elegante, gjithmonë e veshur me kostume të prera me porosi dhe këpucë të importuara, ajo ishte 47 vjeç dhe kishte personalitetin e mprehtë të dikujt që ka lindur për të urdhëruar. Pas aksidentit, Valbona mori përsipër menaxhimin e shtëpisë dhe filloi të kishte gjithnjë më shumë ndikim në bizneset e kompanisë së ndërtimit. Thoshte se po mbronte vëllan, se ai nuk ishte në gjendje emocionale për të marrë vendime të caktuara. Dhe Artani, i zhytur në dhimbjen e tij, e linte atë të vendoste për gjithçka, kush punsohej, kush pushohej, kush mundej ose jo t'i afrohej. Por tani, atë pasdite me shitetori, diçka ishte gati të ndryshonte. Zilja ra dhe Teto Lushi, kuzhinierja që punonte aty prej 15 vjetësh, shkoi të hapte derën. Nga zyra, Artani dëgjoi zëra të panjohur në hollin e hyrjes. Një zë femëror, i prerë por i sjellshëm, dhe një zë tjetër më i holl, fëminor, që bënte pyetje për gjithçka. Ai rudhi vetullat. Valbona kishte përmendur se po punsonte një guvernante të re, por nuk kishte dhënë shumë detaje. Anila Marku hyri në atë vilë duke mbajtur 2 valigje të vjetra, një çantë shpine fëmijësh ngjyrë rozë dhe një peshë të madhe në gjoks. Në moshën 34 vjeçare, ajo kishte jetuar mjaftueshëm për të ditur se jeta nuk kërkon leje para se të kthehet përmbys. Kishte qenë infermiere për 10 vjet duke punuar në urgjenca dhe reanimacione, derisa ish bashkëshorti, në mes të një divorci të hidhur, bëri një denoncim të rrem duke pretenduar se ajo kishte bërë një gabim të rënd gjatë një turni. Akuza ishte gënjeshtër, por procesi vazhdonte në gjykatë dhe ndërkohë licenca e saj profesionale ishte pezulluar. Pa mundur të punonte në fushën e shëndetësisë, me një vajzë 7 vjeçare për të rritur e vetme, Anila pranoi vendin e punës si guvernante si dikush që pranon një gomë shpëtimi në mes të një anije mbytyje. Vajza pranë saj, Besa, kishte sy të mëdhenj dhe kureshtar që nuk pushonin së vëzhguari çdo detaj të asaj shtëpie të pafundme. Llambadari prej kristali në tavan, shkallët prej mermeri që ngjiteshin në formë spirale, pikturat në mure, gjithçka ishte e re dhe magjepsëse. Besa shtrëngonte fort dorën e së-ëmës, por fytyra e saj nuk tregonte frikë, vetëm një kureshtje të egër, tipike e dikujt që ende nuk ka mësuar të ketë frikë nga bota.
Valbona zbriti shkallët me hapa të llogaritur, duke vlerësuar dy të sapoardhurat me një shikim që dukej se i shponte tej. Përshëndeti Anilën me një ftohtësi të sjellshme dhe i injoroi plotësisht fëmijën. Shpjegoi rregullat e shtëpisë me tonin e dikujt që jep urdhra ushtarak, përpikëri, diskrecion absolut, asnjë vizitë pa autorizim paraprak dhe mbi të gjitha, respekt për privatësinë e pronarit. Artanit nuk i pëlqente të shqetësoj, nuk toleronte zhurmë të panevojshme dhe, padyshim, nuk donte fëmijë që vraponin nëpër korridore. Anila gëlltiti sikletin dhe pohoi me kokë. I duhej ai vend pune. Valbona i çoi të dyja në një apartament të vogël në pjesën e pasme të pronës, një ndërtesë anësore që ishte rinovuar për të strehuar punonjësit. Kishte një dhomë gjumi, një dhomë ndenjeje të vogël dhe një banjo. Ishte e thjeshtë, por e pastër, dhe Anila ndjeu një lehtësim të çastit. Të paktën do të kishin një çati mbi kokë, të paktën do të ishin të sigurta. Sapo Valbona u largua, Besa vrapoi te dritarja dhe mbeti duke vështruar kopshtin jashtë. Kishte një shatërvan të çaktivizuar, të mbuluar me gjethe të thata, dhe në sfond, një zonë me bar që dikur kishte qenë e bukur, por tani dukej e braktisur. Vajza u kthye nga ema me atë entuziazëm që vetëm fëmijët arrin ta ruajnë edhe në ditët më të vështira. Tha se ajo dukej si një kështjell e vërtet dhe se ndoshta kishte një princ diku në atë shtëpi të madhe. Anila buzëqeshi pa forcë. Princat, e dinte mirë, nuk ekzistonin në jetën reale. Por nuk donte t'ia prishte fantazinë së bijës. Rregulloi rrobat e pakta që kishin, përgatiti një vakt të thjeshtë me atë që kishte bler rrugës dhe, kur nata, e vuri Besën të flinte. Vajza. Fjeti shpejt, e lodhur nga udhëtimi me autobus që kishin bërë nga periferia e Tiranës deri në atë lagje luksoze. Anila, e shtrirë pranë së bijës, mbeti duke parë tavanin, duke menduar për gjithçka që e kishte sjellë deri aty. Martesa që filloi me premtime dhe përfundoi me britma dhe akuza. Denoncimi frikacak që i shkatërroi karrierën. Lufta e përditshme për të vënë ushqim në tryez, për të paguar qiran e një dhome të ngushtë, për t'i fshehur Besës se sa e vështirë ishte gjithçka. Tani, në atë vil të heshtur, ajo kishte një shans për të rifilluar. Por diçka në atë vend e shqetësonte, sikur muret ruanin sekrete që ajo ende nuk i njihte. Të nesërmen, Anila filloi punën e saj. Valbona i kaloi detyrat, të mbikëqyrte pastrimin, të organizonte vaktet, të kujdesej për mirëmbajtjen e shtëpisë dhe kryesisht të siguronte që gjithçka të funksiononte pa e shqetësuar Artanin. Ai kalonte pjesën më të madhe të kohës i mbyllur në zyrë, duke ju përgjigjur emaileve, duke marrë pjesë në mbledhje me videokonferencë, duke kontrolluar përandorinë e ndërtimit në distancë. Rrallë dilte nga ajo dhomë, dhe kur dilte, ishte gjithmonë me një shprehje të mbyllur, sikur mbante peshën e botës mbi supe. Anila e pa për herë të parë në korridorin e katit të dytë, 3 ditë pasi kishte mbërritur. Ai ishte në karrigen e tij me rrota, i veshur me një këmishë blu të errët dhe pantallona të zeza, flokët gështenjë pak të shpupuritur, mjekra e parruar. Sytë e tij, ngjyrë kafe dhe të thellë, u kryqëzuan me të sajet për një sekond para se ai të shmangte shikimin dhe të vazhdonte përpara, duke e shtyr karrigen me lëvizje të forta dhe të kontrolluara. Anila vuri re se ai nuk kishte nevojë për ndihmë për të lëvizur, ishte plotësisht i pavarur, por kishte diçka të thyrë te ai burr që shkonte shumë përtej kufizimit fizik. Ishte Teto Lushi, kuzhinierja, ajo që pak nga pak filloi t'i tregonte historinë. Midis përgatitjes së drekës dhe organizimit të qilarit, ajo fliste me zë të ulët, si dikush që ndan sekrete të ndaluara. I tregoi për Elirën, gruan që Artani e kishte dashur si pak njerëz janë në gjendje të duan. I tregoi për aksidentin, për muajt e rikuperimit, për mënyrën se si ai ndryshoi plotësisht pas asaj nate. Më parë, ishte një burr i gëzuar, shakator, që i trajtonte punonjësit si familje. Më pas, u kthye në një hije të vetvetes, i mbyllur në botën e tij të fajit dhe hidhërimit. Anila dëgjonte gjithçka në heshtje, duke filluar të kuptonte se ajo vil nuk ishte thjesht një shtëpi e madhe dhe e heshtur. Ishte një mauzole, ku një burr i gjallë ishte varrosur bashkë me personin që donte. Dhe Valbona, siç përshpëriste Teto Lushi, dukej se përfitonte nga dobësia e vëllait për të marrë në dorë gjithçka, duke larguar çdo që përpiqej t'i afrohej vërtet. Ndërkohë, Besa eksploronte cepat e lejuar të pronës me kureshtjen e natyrshme të një fëmije. Një ditë, duke ndjekur një flutur të verdhë që ishte ulur pranë dritares, ajo hapi një derë që mendonte se të çonte në kopsht dhe përfundoi duke hyrë drejt për drejt në zyrën e Artanit.
Burri ishte ulur para kompjuterit duke rishikuar planet e një ndërtimi të ri, kur dëgjoi zhurmën e derës që hapej. U kthye befas, gati për të qortuar çdo që guxonte të pushtonte hapësirën e tij, por gjeti vetëm një vajzë të vogël, me gërsheta dhe atlete me ngjyra, të ndalur në hyrje me sy të zgurdulluar. Besa e shikoi atë, karrigen me rrota, raftet plot me trofe dhe certifikata të pluhurosura, dhe pa e kuptuar saktësisht se çfarë po ndodhte, bëri pyetjen më të thjeshtë dhe shkatërruese në boll. Pse banoni vetëm në këtë shtëpi kaq të madhe? Zëri i saj ishte kurreshtje e pastër, pa keqardhje, pa gjykim, vetëm logjika kristalore e dikujt që ende nuk ka mësuar të gënjej. Artani mbeti i paralizuar. Askush nuk i fliste në atë mënyrë prej vitesh. Askush nuk pyeste për gjërat që kishin vërtet rëndësi. Të gjithë rreth tij ecnin mbi vezë, e trajtonin sikur të ishte prej qelçi, shmangnin temat që mund ta shqetësonin. Por ajo vajzë thjesht pyeti, pa dredha, të vërtetën që ai shmangte ta përballonte. Para se ai të mund të përgjigjej ose ta dëbonte vajzën, Anila u shfaq duke vrapuar, e dëshpëruar, duke e tërhequr besën nga krahu dhe duke kërkuar 1000 herë falje. Tha se nuk do të ndodhte më, se do ta mbante vajzën larg andej, se e kuptonte nëse ai donte ta pushonte nga puna në atë çast. Zëri i saj dridhej dhe Artani kuptoi se nuk ishte vetëm frika e humbjes së punës. Ishte frika se edhe një herë do të shite gjithçka të shembej, se edhe një herë nuk do të arrinte të mbronte të bien, se edhe një herë do të dështonte. Ai hapi gojën për të thënë po, se i donte të dyja jashtë andej, por fjalët nuk i dolën. Diçka në shprehjen e dëshpëruar të asaj gruaje i kujtoi Elirën, mënyrën se si ajo e mbronte kur dikush dyshonte në aftësitë e tij. Shikoi përsëri vajzën, e cila tani dukej e frikësuar, e kapur pas ëmës, dhe ndiu një therrje të diçkaje që nuk e ndjente prej shumë kohësh. Ndoshta ishte empati, ndoshta ishte thjesht lodhje nga të qenit gjithmonë burri i hidhur që largonte të gjithë. Me zë të ngjirur, tha se ato mund të qëndronin. Por vendosi një kusht, vajza nuk mund të hynte më në atë zyrë. Ishte hapësira e tij, fortesa e tij, i vetmi vend ku ende arrinte të shtirej se kishte ndonjë kontroll mbi jetën e tij. Anila ra dakord menjëherë, falenderoi me sytë e përlotur dhe u largua duke e tërhequr besën nga dora. Kur dera u mbyll, Artani mbeti përsëri vetëm, por diçka kishte ndryshuar. Në dy sheme, pranë hyrjes, ishte një letër e zhubravitur që duhet të kishte rënë nga xhepi i vajzës. Ai e shtyu karrigen deri atje, mori letrën dhe e hapi. Ishte një vizatim fëmijësh, i bërë me lapsa me ngjyra, një burr në një karrige me rrota, por me krah shumë ngjyrësh që i dilnin nga shpina, sikur të mund të fluturonte. Poshtë, me shkronja të shtrembra, shkruaj, zotëria i karriges magjike. Artani mbeti duke parë atë vizatim për minuta të tëra. Nuk arriti ta hidhte. E ruajti në sirtarin e tavolinës bashkë me letra të tjera të rëndësishme dhe ju kthye punës duke u përpjekur të injoronte shtrëngimin në gjoks që ai imash i thjesht i kishte shkaktuar. Në ditët në vijim, rutina e vilës vazhdoi. Anila kryente detyrat e saj me efikasitet dhe diskrecion, gjithmonë e vëmendshme për të mos e shqetësuar Artanin. Besa, e bindur ndaj udhëzimeve të SM-s, nuk u kthye më në zyrë, por gjeti një mënyrë tjetër për të komunikuar. Filloi të rrëshiste vizatime poshtë derës, gjithmonë kur e dinte se burri ishte brenda. Vizatime. Kështjellash plot me dritare të hapura, njerëzish që buzëqeshnin, tortash me shumë qirim. Për të, ai zotëri i trishtuar kishte nevojë për ngjyra, për gëzim, për diçka që të ndriçonte atë vend të zymë. Artani shtirej sikur nuk e vinte re, por i ruante të gjitha vizatimet. Kur mbetej vetëm natën vonë, kur e gjithë shtëpia flinte dhe heshtja bëhej e padurueshme, ai hapte sirtarin dhe shikonte ato letra të zhubravitura. Duke u përpjekur të kuptonte pse një fëmijë që mezi e njihte kujdesej më shumë për të sesa shumica e njerëzve rreth tij. Ishte në një nga ato net që besa u zgjua me temperaturë të lartë. Anila, e dëshpëruar, kuptoi se nuk kishte ilaçe në shtëpi, nuk kishte farmaci afër në atë orë, dhe paratë që kishte ishin të numëruara për të zgjatur deri në fund të muajit. U përpoq t'ia ulte temperaturën me kompresa me ujë të ftohtë, por vajza digjej, qante me zë të ulët, thoshte se i dhimbte koka shumë. Anila, e ulur në cep të krevatit, mbante dorën e së bijës dhe lutej me zë të ulët, duke ndjer atë pafuqi të tmerrshme të dikujt që nuk arrin të mbrojë atë që do më shumë. E qara përshkoi natën e heshtur dhe arriti deri në vilën kryesore. Artani, që vuante nga pagjumësia që nga aksidenti, ishte zgjuar në dhomën e tij në katin përdes kur dëgjoi zërin e mbytur që vinte nga ndërtesa anësore.
E njohu zërin e fëmijës, e njohu dëshpërimin. Për një moment, mendoj ta injoronte, ta binte veten se nuk ishte problemi i tij. Por vizatimet e ruajtura në sirtar i rënduan në ndërgjegje dhe para se të pendoj, ai e shtyu karrigen me rrota nëpër korridor, kaloi kopshtin përmes rampës që kishte urdhëruar të ndërtohej dhe trokiti në derën e ndërtesës anësore. Anila hapi derën me sytë e enjtur nga të qarat dhe mbeti e shtangur kur pa Artanin aty në mes të natës. Ai nuk priti shpjegime. Pyeti se çfarë kishte vajza, mori telefonin dhe i ra një farmacie 24 orëshe që e njite, kërkoi ilaçe, termometër, serum rehidratimi, gjithçka të dorëzohej me urgjencë. Tha se do të paguante çfarëdo që të ishte e nevojshme. Më pas, shikoi Anilën dhe urdhëroi me një ton që nuk pranonte kundërshtim, që ajo ta sillte vajzën në dhomën kryesore të vilës, ku kishte një divan të rehatshëm dhe ku temperatura kontrollohej më mirë. Anila u bind duke mbajtur besën në krah dhe pak nga pak ajo dhomë e madhe dhe e zbrazët u shndërruan në një pikë të vogël të improvizuar të ndihmës së parë. Artani qëndroi aty duke ndjekur nga larg, duke dhënë udhëzime, duke u siguruar që gjithçka po bëhej siç duhej. Kur temperatura filloi të binte, ishte pothuajse agim dhe besa, gjysmë e përgjumur, kërkoi me zë të ulët që dikush t'i tregonte një përrall. Anila ishte e raskapitur, por para se të mund të shpikte diçka, ishte Artani ai që filloi të fliste. Me zë hezitues në fillim, por pak nga pak duke fituar besim, ai tregoi historinë e një princeshe që jetonte vetëm në një kështjell të madhe dhe të zbrazët. Pa e kuptuar se jashtë kishte një kopsht plot me lule që prisnin vetëm dik për të lulëzuar përsëri. Një ditë, një flutur e vogël e ardh hyri nga dritarja dhe i tregoi princeshës se, edhe kur gjithçka duket e vdekur, jeta gjithmonë gjen një mënyrë për t'u kthyer. Kur mbaroi historinë, besa tashmë flinte e qetë, temperatura e kontrolluar, fytyra e saj e qetë. Anila, e ulur në dysheme pranë divanit, shikoi Artanin me një mirënjohje që shkonte përtej fjalëve. Ai shmangu shikimin, i sikletosur nga ai emocion i papërpunuar, dhe mërmëriti se ishte vetëm ajo që çdo njeri do të bënte. Por të dy e dinin se nuk ishte e vërtetë. Në atë vil, gjestet e mirësisë ishin të rralla si diamantet. Agimi erdhi ngadalë dhe me të erdhi diçka që asnjëri prej tyre nuk e priste, një ndjenjë e çuditshme se, ndoshta, pavarësisht gjithçkaje, ende kishte vend për rifillime. Artani u kthye në dhomën e tij pa thënë asgjë më shumë, por për herë të parë në 3 vjet nuk u ndje plotësisht i vetmuar. Dhe Anila, duke parë të bien që flinte në paqe, i lejoi vetes të besonte se ndoshta, vetëm ndoshta, ajo shtëpi kishte më shumë se heshtje dhe hije. Ndoshta kishte, të fshehur në gjithë atë dhimbje, një burr që thjesht duhej të kujtonte se ishte ende gjallë. Ditët që pasuan atë agim kujdesi sollën një ndryshim të hollë, por të dukshëm në ajrin e vilës. Artani nuk ishte bërë papritur një burr tjetër, vazhdonte të ishte i mbyllur, i kontrolluar, duke shmangur kontaktin e panevojshëm. Por diçka ishte zhvendosur brenda tij, si një derë e vjetër që më në fund lëshon pe pas vitesh të bllokuar. Anila vinte re gjeste të vogla, ai pyeste, kur kryqëzohej me të në korridore, nëse vajza ishte më mirë. Nuk e shikonte drejt për drejt në sy kur bënte pyetjen, por pyeste. Dhe kjo ishte tashmë më shumë se sa kishte bërë për çdo tjetër në atë shtëpi për një kohë të gjallë. Besa, e shëruar nga temperatura, i ishte kthyer rutinës së saj të kureshtjes së palodhur. E respektonte rregullin për të mos hyrë në zyrë, por vazhdonte me vizatimet e rëshitura poshtë derës. Tani, përveç kështjellave dhe krave, ajo vizatonte gjëra të tjera, një grua me përparse që mbante dorën e një vajze, një burr në karrige me rrota me një buzëqeshje të vogël në fytyrë, yje shumë ngjyresh rreth të gjithëve. Ishin vizatime të thjeshta, por të ngarkuara me një shpresë që as vetë fëmia nuk e kuptonte plotësisht. Anila, nga ana e saj, zhytej në detyrat e shtëpisë duke u përpjekur të provonte vlerën e saj. Riorganizoi qilarin, rregulloi probleme të vogla që ishin injoruar prej kohësh, solli një efikasitet të heshtur që nuk shqetësonte por që bënte diferencë. Teto Lushi, kuzhinierja, filloi ta pëlqente atë prani të re. Ndryshe nga punonjësit e tjera që kishin kaluar andej, Anila nuk bënte thashë theme, nuk ankoi, nuk përpiqej të përfitonte nga situata. Thjesht punonte dhe kujdesej për të bien me një përkushtim që të prekte. Por nëse prania e Anilës dhe Besës po ngrohte pak nga pak cepat e akull të asaj vile, kishte dikë që vëzhgonte gjithçka me një acarim në rritje. Valbona shkonte e vinte, gjithmonë me elegancën e saj të llogaritur dhe sytë e saj të vëmendshëm ndaj çdo detaji.
Ajo vuri re pyetjet e vëllait për shëndetin e vajzës, vuri re vizatimet që zhdukeshin nga poshtë derës së zyrës, vuri re mënyrën se si Anila filloi të qarkullonte nëpër shtëpi me një besim që më parë nuk e kishte. Një pasdite nëntori, kur vapa e Tiranës shtrëngonte dhe gjinkallat këndonin me zë të lartë në kopsht, Valbona e thiri Anilën për një bisedë në kopshtin e pasëm, larg veshëve kureshtar të punonjësve. Të tjerë. Filloi me komplimente boshe për efikasitetin e punës, për mënyrën se si shtëpia ishte më e organizuar. Por shpejt toni ndryshoi. Me një zë të butë që fshite helm, Valbona filloi të bënte pyetje për të kaluarën e Anilës. Pyeti për ish bashkëshortin, për denoncimin që i kishte pezulluar licencën e infermieres, për arsyet e vërteta pse ajo kishte aq shumë nevojë për atë punë. Anila ndieu gjakun t'i ngri. U përgjigj me të vërtetën, sepse nuk kishte asgjë për të fshehur. Po, ish bashkëshorti kishte bërë një denoncim të rrem gjatë divorcit. Po, ajo po luftonte në gjykat për të provuar pafajësinë e saj. Po, i duhej ajo punë dëshpërimisht sepse kishte një vajzë të vogël për të rritur e vetme. Foli pa ulur kokën, duke ruajtur dinjitetin edhe kur çdo fjalë dukej se i ekspozonte plagët. Valbona dëgjoi gjithçka me një buzëqeshje të ftohtë. Më pas, nxori një zarf nga xhepi i çantës së shtrenjtë që mbante dhe e vendosi mbi tavolinën prej hekurit të kopshtit. Brenda, kishte një çek me një vlerë bujare. Tha se ai ishte një gest vullneti të mirë, një ndihmë për Anilën që të zgjidhte problemet e saj dhe të fillonte një jetë të re diku tjetër, larg andej. Pohonte, me fjalë të zgjedhura me kujdes, se ndonjëherë gjëja më e mirë për të bërë ishte të pranoje kur një mjedis nuk është i përshtatshëm, kur prania jon mund të shkaktojë më shumë probleme se sa zgjidhje. Anila shikoi çekun, pastaj Valbonën dhe e kuptoi plotësisht se çfarë po ndodhte. Nuk ishte mirësi, ishte ryshfell. Nuk ishte ndihmë, ishte një përpjekje për ta larguar nga Artani para se të formohej çdo lloj lidhje e vërtetë. Me zë të prerë dhe duar që i dridheshin nga zemërimi i përmbajtur, Anila e shtyu zarfin mbrapsht dhe tha se nuk ishte aty për interes, nuk po përpiqej të përfitonte nga askush. Ishte thjesht duke u përpjekur të mbietonte dhe t'i jepte një të ardhme të denjë vajzës së saj. Nëse Valbona donte ta pushonte nga puna, le ta bënte, por të mos përpiqej të blinte dinjitetin e saj. Valbona, e pamësuar të kundërshtohej, ndjeu poshtërimin t'i digjej në fyll. E ruajti zarfin me lëvizje të vrullshme dhe, para se të largohej, e bëri të qartë se po e vëzhgonte, se nuk do të toleronte asnjë lloj afrimi të papërshtatshëm midis Anilës dhe vëllait të saj. Se pozicioni i guvernantes kishte kufi shumë të përcaktuar. Toni ishte një kërcënim i fshehur, por Anila nuk e uli kokën. Thjesht ra dakord të mbante qëndrim profesional, sepse ky ishte tashmë qëllimi i saj që në fillim. Kur Valbona u largua, Anila mbeti vetëm në kopshtin e braktisur, duke ndjer këmbët të dobëta dhe zemrën që i rrite fort. Sapo kishte bërë një armike të fuqishme, por nuk arrinte të pendohej. Kishte diçka thellësisht të padrejtë në gjithë atë situatë, diçka që e bënte të kujtonte akuzat e rreme të ish bashkëshortit. Mënyrën se si njerëzit me pushtet e përdornin atë pushtet për të kontrolluar dhe manipuluar ata që ishin në pozita më të brishta. Ndërkohë, brenda vilës, Artani filloi të bënte diçka që nuk e bënte prej shumë kohësh, të rëmonte të kaluarën. Pas asaj nate kur u kujdes për besën e sëmur, pas tregimit të asaj historie për princeshën e vetmuar, diçka brenda tij ishte zgjuar. Një kureshtje e bezdishme, një shqetësim që nuk e linte të qetë. Filloi të hapte sirtarë që ishin mbyllur prej vitesh, të kërkonte gjëra që i kishte kyçur kur mendoi se do të ishte më e lehtë të harronte se sa të kujtonte. Kështu gjeti një baule të vjetër në Papafingo, të mbuluar me pluhur dhe rrieta me rimangash. Brenda saj, albume fotografish nga koha kur ishte ende me e lirën, letra dashurie që ajo i shkruante, shënime të vogla të ngjitura në frigorifer, bileta kinemaje, peceta restorantesh, të gjitha ato gjëra të vogla që ndërtojnë një jetë në çift. Artani kaloi orë të tëra aty, i ulur në dyshemen e pluhurosur të Papafingos, duke shfletuar faqet e atyre albumeve dhe duke i lënë lotët të binin pa u përpjekur t'i ndalte. Kishte fotot të tij në këmbë, duke vrapuar në plazh, duke kërcyer me Eliren në një festë, i përqafuar me prindërit që nuk i shihte prej kaq shumë kohësh. Kishte gjithashtu një foto specifike që e goditi si një grusht në stomak, të dy në një vizitë mjekësore, Elira me duart mbi barkun ende të shesh, duke buzëqeshur me atë shpresë rrezatuese të dikujt që sapo kishte zbuluar se do të bëhej nën. Por shtatzënia nuk kishte vazhduar dhe ajo ëndër kishte vdekur para se të bëhej reale.
Pas kësaj, Elira ra në depresion dhe Artani i premtoi se do të provonin përsëri, se do të ndërtonin familjen që ajo aq shumë e dëshironte. Jeta, megjithatë, nuk u kishte dhënë kohë. Ishte në këtë gjendje shpirtërore të tronditur që Anila e gjeti. Ajo ishte ngjitur në Papafingo duke kërkuar disa kuti që Valbona i kishte kërkuar dhe u përball me Artanin aty, i rrethuar nga kujtime, me fytyrën e shënuar nga lotët që ai as nuk përpiqej më t'i fshite. Për një moment, ajo mendoi të tërhiqej, ta linte vetëm me dhimbjen e tij. Por diçka në shprehjen e tij, diçka që shkonte përtej trishtimit dhe kufizoi me dëshpërimin, e bëri të afrohej. U ul në dysheme pranë tij, pa thënë asgjë, thjesht duke qëndruar aty. Artani, në fillim, u tensionua, por pak nga pak e lejoi veten të relaksoj. Filloi të fliste, fjalë të ndërprera dhe të ngatëruara, për Elirën, për aksidentin, për fajin që mbante. Tha se ndonjëherë ishte i sigurt se gjithçka kishte qenë faji i tij, se po të ishte nisur më herët nga shtëpia, po të kishte zgjedhur një rrugë tjetër, po të mos ishte shpërqendruar nga mendimi të surpriza, asgjë nga ato nuk do të kishte ndodhur. Anila dëgjoi gjithçka pa e ndërprerë. Kur ai mbaroi, i raskapitur nga të folurit, ajo i mbajti dorën fort dhe i tha diçka që askush nuk ja kishte thënë më parë. I tha se aksidentet janë aksidente pikërisht sepse i shpëtojnë kontrollit ton, se të mbash fajin për rastësinë është si të përpiqesh të mbash ujin me duar, se Elira nuk do të donte ta shite të burgosur në atë dhimbje të përjetshme. I tha gjithashtu se, si ish infermiere, kishte parë shumë njerëz të fajsonin veten për gjëra që nuk mund t'i kishin shmangur, dhe se homazhi i vërtet për ata që janë larguar nuk është të varrosesh bashkë me ta, por të vazhdosh të jetosh në mënyrën më të mirë të mundshme. Fjalët e Anilës ishin të thjeshta, por mbanin një të vërtetë që Artani nuk mund ta mohonte më. Për herë të parë në 3 vjet, ai lejoi vetes të konsideronte mundësinë se ndoshta, vetëm ndoshta, ai meritonte pak paqe. Qëndruan aty, të ulur në dyshemen e plugurosur të Papafingos, për orë të tëra, duke biseduar për humbjet, për rifillimet, për mënyrën se si jeta ndonjëherë të thyen në një mijë copa dhe pastaj kërkon që të rindërtohesh pa manual udhëzimesh. Ishte Anila ajo që më në fund pyeti për letrat që shitet të grumbulluara në një cep. Artani shpjegoi se ishin korrespondenca nga familja, nga prindërit, nga xhaxhallarët dhe kushërinjt, të gjitha të ardhura gjatë viteve dhe të gjitha të injoruara. Valbona gjithmonë thoshte se ishin vetëm kërkesa përpara, njerëz që donin të përfitonin nga situata e tij, dhe Artani, i zhytur në depresionin e tij, kur nuk kishte pasur guxim t'i verifikonte. Anila, me delikatesë, sugjeroi se ndoshta ia vlente t'i lexonte, të zbulonte vetë se çfarë kishin për të thënë ata njerëz. Artani rezistoi në fillim, por fara e dyshimit tashmë ishte mbjellë. Në ditët në vijim, kur mbetej vetëm në zyrë, filloi të hapte letrat, një nga një. Dhe ajo që gjeti e tronditi thellë. Nuk ishin kërkesa përpara. Ishin mesazhe dashurie, shqetësimi, malli. Prindërit e tij shkruanin duke thënë se e respektonin zinë e tij, por se do të donin ta shihnin, të dinin si ishte, thjesht të ishin të pranishëm. Kushërinjt tregonin për martesa, lindje, arritje, duke dashur të ndanin jetën me të. Xhaxhallarët flisnin për kujtime fëmijërie, për mënyrën se si ai kishte qenë gjithmonë i veçantë për familjen. Letër pas letre, ai zbuloi se nuk ishte braktisur. Ishte izoluar. Zbulesa erdhi si një rufe në një natë me stuhi. Artani, me një grumbull letrash të hapura në tavolinë, më në fund e kuptoi lojën që motra e tij kishte luajtur gjatë gjithë atyre viteve. Valbona nuk po e mbronte atë, po mbronte kontrollin që kishte mbi jetën e tij dhe mbi kompaninë. Për sa kohë që Artani ishte i bindur se ishte i vetëm në botë, ajo mund të vazhdonte të komandonte gjithçka pa kundërshtim. Ishte po atë natë që ndodhi një nga momentet më intensive të gjithë asaj historie. Tirana u godit nga një stujë e dhunshme, nga ato që rrëzojnë pemë dhe e lën qytetin pa drita. Vila mbeti në errësirë dhe Artani, që deri atëherë ishte mbajtur relativisht i qëndrueshëm, hyri në panik. Kujtimet e aksidentit u kthyen me forcë të plotë, shiu i fortë, zhurma e përplasjes, errësira që pasoi. Ai filloi të hiperventiloj, i bllokuar në karrigen me rrota në mes të zyrës, pa mundur të lëviz, pa mundur të mendoj. Anila, e udhëhequr vetëm nga intuita dhe nga zëri i frymëmarrjes së tij të përshpejtuar, gjeti rrugën deri në zyrë në errësirë. U gjunjëzua pranë karriges dhe filloi të fliste, me zë të prerë dhe të qetë, duke përdorur teknika që kishte mësuar si infermiere për të trajtuar pacientët në krizë paniku. I kërkoi të merrte frymë bashkë me të, duke numëruar sekondat, duke u fokusuar vetëm te frymëmarrja.
I mbajti duart që i dridheshin në mënyrë të pakontrolluar dhe nuk i lëshoi derisa më e keqja kaloi. Kur Artani më në fund arriti të qetësoj, kur frymëmarrja ju kthye në normalitet dhe paniku u tërhoq, ai u shkri. Qau siç nuk kishte qarë që nga funerali i Elirës, qau për gjithçka që kishte humbur, për të gjitha vitet e shpërdoruara në hidhërim, për faktin që e kishte lejuar veten të manipulohej dhe izolohej. Dhe Anila qëndroi aty duke e mbajtur pa gjykime, thjesht duke ofruar praninë e heshtur të dikujt që kupton se ndonjëherë dhimbja duhet të dalë që shërimi të fillojë. Nëse do të ishit në vendin e Anilës, do ta kishit konfrontuar Valbonën apo do të kishit pranuar paratë dhe do të ishit larguar? Na tregoni në komente. Kur drita u kthye, orë më vonë, ata ishin ende aty, duke biseduar me zë të ulët, duke ndarë histori dhimbjeje dhe mbijetese. Artani tregoi për muajt e fizioterapisë që i kishte braktisur, për mënyrën se si hoqi dorë nga përpjekja për të ecur përsëri, sepse mendonte se nuk e meritonte atë fitore. Anila tregoi për ditën kur mori njoftimin për pezullimin e licencës, për dëshpërimin kur pa gjithçka për të cilën kishte punuar të shembej për shkak të një gënjeshtre, për netët kur qante fshehurazi në banjo që besa të mos e shite. Kishte diçka thellësisht çliruese në atë shkëmbim cenueshmërish. Nuk ishte romancë, jo ende, ishte diçka më e hershme dhe ndoshta më e rëndësishme, ishte njohje e ndërsjell, ishte të kuptuarit se të dy ishin njerëz të thyrë që përpiqeshin të ngjisnin copat. Ishte të kuptuarit se nuk ishin aq të vetmuar sa mendonin. Në ditët që pasuan, Artani filloi të merrte vendime që i befasuan të gjithë. U telefonoi prindërve që jetonin në Durrës dhe i ftoi për vizitë. Kur ata arritën, një pasdite të shtunë, ribashkimi ishte i ngarkuar me lodh dhe përqafime. E ama, zonja Tefta, një grua me flokë të thinjur dhe sy të butë, i mbajti fytyrën të birit mes duarve dhe i tha se kur nuk kishte pushuar së dashuri, se thjesht kishte respektuar hapësirën që ai dukej se kishte nevojë. I ati, zoti Petrit, një burr me pak fjalë por shumë ndjenja, thjesht e përqafoi të birin dhe qëndroi ashtu për minuta të tëra, sikur të kishte frikë se ai do të zhdukej përsëri. Valbona, që ishte në vilë atë ditë, u zbe kur pa familjen të mbledhur. U përpoq të ruante qetësinë, por ishte e qartë se kjo përfaqësonte një kërcënim për perandorinë që ajo kishte ndërtuar. Kur prindërit përmendën se do të donin të merrnin pjesë përsëri në jetën e të birit, të përfshiheshin në vendimet e kompanisë që, në fund të fundit, ishte themeluar nga zoti Petrit para se t'i kalonte Artanit. Valbona humbi elegancën e saj të zakonshme dhe tregoi kthetrat. Në një shpërthim zemërimi të përmbajtur, ajo i akuzoi të gjithë për oportunizëm, tha se u shfaqen vetëm tani sepse e dinin që Artani po përmirësohej. La të kuptoi se Anila ishte një ndikim i rrezikshëm që po e kthente vëllan kundër familjes së tij. Akuza ishte aq absurde sa që edhe Artani, zakonisht i prirur për të shmangur konfrontimet, reagoi. Me zë të prerë dhe të qetë, ai tha se ishte lodhur duke u trajtuar si i paaftë, se po i shihte qartë manipulimet që kishin ndodhur dhe se nga ai moment gjërat do të ishin ndryshe. Atmosfera u tensionua dhe Valbona u largua nga vila duke përplasur derën, por jo para se të lëshonte një shikim urrëtieje të pastër në drejtim të Anilës. Ishte e qartë për të gjithë se kjo ishte larg përfundimit, se lufta sapo kishte filluar. Por për herë të parë pas shumë kohësh, Artani nuk ishte vetëm për ta përballuar. Atë natë, pasi prindërit u larguan duke premtuar se do të ktheheshin së shpejti, Artani kërkoi të fliste me Anilën vetëm. U takuan në kopshtin e pasëm, ku dritat e qytetit vezullonin në largësi dhe ajri ishte i ngarkuar me Yasemin. Ai e falenderoi për gjithçka që kishte bërë, jo vetëm për detyrat e guvernantes, por për të qenit personi i parë në vite që e trajtoi si një qenie njerëzore të plotë, jo si një projekt rehabilitimi apo një problem për të menaxhuar. Anila, e sikletosur nga falënderimet, u përpoq ta minimizonte, duke thënë se nuk kishte bërë asgjë të veçantë. Por Artani këmbënguli. Tha se ajo kishte bërë, se i kishte kthyer diçka që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë, dëshirën për të jetuar, për të provuar, për të besuar se ndoshta ende kishte kohë për të rregulluar gjërat. Kishte një intensitet në atë moment, një lidhje që shkonte përtej fjalëve dhe të dy e ndjen. Atëherë ai rrëfeu diçka që e kishte ruajtur prej ditësh. Tregoi se nuk ishte plotësisht i lidhur pas karriges me rrota siç mendonin të gjithë. Prej disa muajsh, fshehurazi nga Valbona dhe të gjithë të tjerët, ai kishte rifilluar seancat e fizioterapisë me një profesionist që vinte në orare sekrete. Tashmë arrinte të bënte disa hapa me mbështetje, ende të dridhshëm dhe të pasigurt, por ishin hapa.
Problemi ishte se kishte frikë të krijonte pritshmëri, frikë të dështonte, frikë se nëse përpiqej të kthehej plotësisht dhe nuk ja dilte, zhgënjimi do të ishte edhe më i madh se dëmtimi fillestar. Anila e dëgjoi atë rrëfim me zemër të shtrënguar. Kuptoi se pengesa më e madhe e Artanit kur nuk kishte qenë kufizimi fizik, por burgu emocional që ai vetë kishte ndërtuar. I mbajti dorën dhe i tha se nuk kishte rëndësi nëse ai do të ecte përsëri plotësisht apo jo, se vlera e një personi nuk ishte te këmbët e tij, por te zemra, te zgjedhjet, te guximi për të vazhduar të provonte pavarësisht frikës. Dhe se ajo do të ishte aty, pavarësisht se çfarë do të ndodhte, sepse kishte gjetur në atë vilë më shumë se një punë, kishte gjetur diçka të ngjashme me një shtëpi. Momenti u ndërprej nga Besa, e cila u shfaq duke vrapuar, ende me pijame, për të treguar një vizatim të ri që kishte bërë. Këtë herë ishte një vizatim i të treve, ajo, e ama dhe zotëria i karriges magjike, të gjithë të kapur për dore para një shtëpie plot me dritare të ndriçuara. Artani e shikoi atë vizatim dhe ndjeu diçka që nuk e ndjente prej shumë kohësh. Ndjeu shpresë. Shpresë se ndoshta, vetëm ndoshta, ajo familje e improvizuar mund të bëhej reale. Javët që pasuan sollën një transformim të dukshëm në atë vilë që për kaq shumë kohë kishte qenë një varr kujtimesh. Artani filloi të dilte më shumë nga zyra, të merrte pjesë në vaktet bashkë me punonjësit, të bisedonte me njerëzit në vend që thjesht të jepte urdhra. Besa, e cila në fillim respektonte një distancë të kujdesshme, pak nga pak filloi të afrohej dhe ai zbuloi se prania e atij fëmie të folur dhe plot imagjinat nuk ishte pushtuese siç e imagjinonte, por çuditërisht ngushëlluese. Prindërit e tij filluan të vizitonin shpesh, duke sjellë përsëri brenda asaj shtëpie ngrohtësinë e një familjeje që Artani e kishte harruar se e kishte. Zonja Tefta arrinte gjithmonë me gatime shtëpie, duke këmbëngulur se ushqimi i bërë me dashuri nëne kishte fuqi shëruese. Zoti Petrit, më diskret, kalonte orë të tëra duke biseduar me të birin për bizneset, duke ofruar këshilla pa imponime, duke rizbuluar partneritetin që dikur kishin pasur para se aksidenti të thyente gjithçka. Por nëse drita po kthehej në disa cepa të vilës, hija e Valbonës rritej kërcënuese në të tjerë. Ajo nuk ishte dorëzuar, thjesht ishte tërhequr për të riorganizuar strategjitë e saj. Vazhdonte të shkonte në kompani, mbante pozicionin e saj të pushtetit, por tani me ndërgjegjen se Artani po i shpëtonte kontrollit që ajo kishte ushtruar për kaq shumë kohë. Dhe kjo e bënte të rrezikshme. Ishte një mëngjes dhjetori, kur Vapa tashmë lajmëronte ardhjen e verës që Valbona vendosi të jepte goditjen e saj të radhës. Thiri një mbledhje me të gjithë punonjësit e vilës në sallonin kryesor, duke pretenduar se duhej të bënte disa njoftime të rëndësishme për ndryshimet në administrimin e shtëpisë. Teto Lushi, kopshtari Xharapi, pastruesja Sanie dhe sigurisht Anila, të gjithë u paraqitën pa e ditur saktësisht se çfarë të prisnin. Valbona hyri në sallon me elegancën e saj të zakonshme, duke mbajtur një dosje dokumentesh. Filloi duke folur për efikasitetin, për nevojën për të mbajtur standarde, për rëndësinë që të gjithë në ekip të ishin njerëz me besueshmëri absolute. Më pas, me një buzëqeshje të ftohtë, e drejtoi fokusin te Anila. Tha se kishte bërë një hetim më të thellë për historikun e saj dhe se kishte zbuluar gjëra shqetësuese. Me mizori të llogaritur, Valbona ekspozoi para të gjithëve detajet e pezullimit të licencës së infermieres së Anilës. Foli për denoncimin, për procesin që ende vazhdonte, duke lënë të kuptojë neglizhencë profesionale dhe duke vënë në dyshim nëse dikush me atë lloj të kaluare duhej të punonte kaq afër një personi të cenueshëm si Artani. Nuk përdori fjalë eksplicite akuzuese, por i la insinuatat të qëndronin pezull në ajër si helm. Anila ndjeu dyshemen të zhdukej nën këmbët e saj. Shite shikimet e punonjësve të tjerë duke ndryshuar, shite dyshimin të instalohej aty ku më parë kishte filluar të lindte respekti. U përpoq të mbrojë, të shpjegonte se denoncimi ishte i rrem, se po luftonte për të provuar pafajësinë e saj, por Valbona e ndërpreu me më shumë dokumente, më shumë insinuata, më shumë helm të maskuar si shqetësim. Ishte kur Valbona ishte gati të jepte goditjen përfundimtare, duke sugjeruar se ndoshta ishte më mirë që Anila të kërkonte një punë tjetër ku e kaluara e saj nuk do të ishte problem, që Artani hyri në sallon. E shtynte karrigen me rrota me lëvizje të vendosura dhe në prerë mbante një tufë letrash, disa ende me zarfe të mbyllura, të tjera tashmë të hapura dhe të shënuara nga lotët e tij. Heshtja që u instalua ishte absolute. Valbona u zbeh kur pa vëllan aty, qartësisht duke dëgjuar të paktën një pjesë të asaj që kishte thënë.
Artani e ndaloi karrigen në qendër të sallonit, shikoi çdo person të pranishëm dhe pastaj I nguli sytë te motra me një shprehje që përziente zhgënjim dhe zemërim të përmbajtur. Me zë të qetë por të ngarkuar me emocion, ai filloi të fliste. Tha se kishte qenë një budalla që kishte besuar për kaq shumë kohë se ishte vetëm, se ishte manipuluar nga dikush të cilit I besonte, dikush që duhej të kujdesej për të por që në të vërtetë po mbronte vetëm interesat e veta. Ngriti një nga letrat dhe e lexoi me zë të lartë, ishte një mesazh nga Jati, I shkruar 2 vjet më parë, duke pyetur nëse mund ta vizitonte, duke thënë se e respektonte Zin por që I mungonte I biri. Letra ishte përgjuar nga Valbona, e cila gjithmonë pretendonte se prindërit donin vetëm para. Një nga një, Artani filloi të ekspozonte gënjeshtrat që motra e tij kishte ndërtuar gjatë viteve. Letrat që ajo tha se ishin kërkesa përpara ishin në të vërtetë mesazhe dashurie dhe shqetësimi. Vizitat që ajo bllokoi duke pretenduar se ai nuk ishte gati ishin nga njerëz që vërtet kujdeseshin. Izolimi që ajo e justifikoi si mbrojtje ishte në të vërtetë një mënyrë për të mbajtur kontrollin total mbi jetën e tij dhe mbi kompaninë që pak nga pak ajo po e shndërronte në pronë personale. Valbona u përpoq të mbrojë, të argumentonte se gjithçka që bëri ishte duke menduar për të mirën e tij, se ai nuk ishte në gjendje të merrte vendime, se po e mbronte vetëm nga njerëz që mund ta lëndonin edhe më shumë. Por zëri I saj dështonte, justifikimet tingëllonin boshe përballë provave që Artani paraqiste. Ai kishte zbuluar gjithashtu, përmes dokumenteve të kompanisë që më në fund pati guxim t'i rishikonte, se Valbona kishte devijuar fonde, duke përdorur nënshkrimin e tij në kontrata që ai kur nuk I kishte parë. Duke marrë vendime që përfitonin vetëm atë. Më pas erdhi zbulimi më I dhimbshëm nga të gjithë. Artani tregoi se kishte gjetur, të fshehur në zyrën e Valbonës, një ditar të vjetër ku ajo shkruante mendimet e saj. Në atë ditar, zbuloi se motra gjithmonë kishte pasur zili për të, gjithmonë ishte ndjerë e hidhëruar që ai kishte trashëguar kompaninë nga Jati, gjithmonë kishte besuar se e meritonte atë më shumë se ai. Aksidenti, sado tragjik që ishte, kishte qenë për të një mundësi. Një shans për të pasur më në fund pushtetin që gjithmonë e kishte dashur, për të qenë ajo që komandonte, për të shndërruar dhimbjen e vëllait në përfitimin e saj. Akuza ra mbi sallon si një bombë. Disa punonjës mbetën të shokuar, të tjerë dukeshin se nuk e kuptonin plotësisht dimensionin e asaj që po zbulohej. Anila, e cila deri atëherë ishte e strukur dhe e turpëruar, ndjeu lotët t'i rridhnin në përfytyr, jo më nga poshtërimi, por nga lehtësimi. Artani kishte marrë një qëndrim, ishte vendosur në anën e saj kundër motrës së tij. Valbona, duke parë se kishte humbur, provoi një lëvizje të fundit. Me zë të dridhur por ende duke u përpjekur të ruante një farë autoriteti, akuzoi Anilën se ishte manipuluesja e vërtet, se kishte joshur Artanin, se po e kthente vëllan kundër familjes së tij për interes në paratë e tij. Tha se ishte e qartë se çfarë po ndodhte, se një guvernante e zakonshme që arrinte të kishte akses te pronari I pasur dhe I cenueshëm ishte historia më e vjetër në botë. Ishte Anila ajo që u përgjigj këtë herë. Me zë të prerë dhe kokën lart, ajo tha se nuk kishte nevojë të joshte askënd, se ishte aty vetëm duke u përpjekur të bënte punën e saj dhe të kujdesej për të bien, se nëse Artani kishte ndryshuar ishte sepse ai vetë kishte zgjedhur të ndryshonte. Jo sepse ajo e kishte manipuluar. Tha gjithashtu se e njihte shumë mirë se çfarë do të thoshte të akuzoheshe Rem, se ish bashkëshorti I saj ishte përpjekur t'ia shkatëronte reputacionin pikërisht kështu, duke hedhur dyshime dhe insinuata derisa gënjeshtra të dukej e vërtetë. Artani plotësoi duke thënë se ajo që po ndodhte nuk kishte të bënte me romancë apo joshje, kishte të bënte me ndershmëri dhe manipulim. Anila kishte qenë e ndershme që nga dita e parë, kishte treguar historinë e saj pa fshehur pjesët e vështira, kishte qenë transparente për nevojat dhe kufizimet e saj. Valbona, nga ana tjetër, kishte ndërtuar një perandori gënjeshtrash, kishte përfituar nga brishtësia e tij për të marrë atë që nuk ishte e saj, kishte larguar njerëz që e donin vërtet për të mbajtur pushtetin e saj të paprekur. Me një vendosmëri që e befasoi edhe vetë atë, Artani njoftoi vendimin e tij. Valbona ishte e pushuar nga kompania dhe nuk ishte më e mirë pritur në atë shtëpi. Mund të kërkonte të drejtat e saj në gjykat nëse donte, por nga ai moment nuk kishte më asnjë pushtet mbi jetën e tij. Avokatët tashmë ishin kontaktuar, dokumentet tashmë po rishikoheshin dhe gjithçka që ishte bërë në mënyrë të parregull do të hetohej dhe, nëse ishte e nevojshme, do të kthehej mbrapsht. Valbona, e mposhtur dhe e poshtëruar para punonjësve që më parë e kishin frikë, u përpoq të ruante qetësinë.
Mblodhi gjërat e saj me lëvizje të ngurta dhe para se të largohej, lëshoi një shikim të fundit drejt Anilës, një shikim që premtonte se kjo nuk kishte mbaruar. Por kur dera u mbyll pas saj, të gjithë në sallon ndjen sikur një peshë ishte hequr nga ambienti. Teto Lushi ishte e para që theu heshtjen, duke ju afruar Anilës dhe duke i mbajtur dorën në solidaritet. Punonësit e tjerë, pak nga pak, gjithashtu treguan mbështetje, disa duke kërkuar falje që, edhe pse për një moment, kishin dyshuar tek ajo. Artani i falenderoi të gjithë për besnikërinë gjatë viteve dhe u kërkoi të ktheheshin në punët e tyre, i duhej një moment vetëm me Anilën. Kur mbetën vetëm në sallon, heshtja ishte ndryshe. Nuk ishte më e ngarkuar me tension, por me diçka të re, diçka që asnjëri prej tyre nuk dinte saktësisht si ta emërtonte. Artani ju afrua asaj dhe, për herë të parë, lejoi që një barierë përfundimtare të binte. Tha se e dinte që ajo nuk ishte aty për interes, se mirënjohja që ndjente shkonte përtej asaj që fjalët mund të shprehnin, se ajo i kishte shpëtuar jetën në një mënyrë që asnjë mjek apo terapist nuk kishte arritur. Anila, me sytë ende të lagur, u përgjigj se edhe ai ja kishte shpëtuar jetën asaj, se kur arriti në atë vil ishte e thyer, pa shpresë, e bindur se bota ishte vetëm një vend akuzash dhe padrejtësish. Por aty, në atë vend të pamundur, ajo kishte gjetur jo vetëm një punë, por një arsye për të besuar se ende ekzistonte mirësia, se ende ishte e mundur të rifilloje. Ata u afruan ngadalë, hezitues, si dy njerëz që ishin lënduar shumë dhe tani kishin frikë se çdo gjest mund të sillte më shumë dhimbje. Por kur më në fund u prekën, kur Artani i mbajti dorën Anilës dhe e tërhoqi pranë, kur buzët e tyre u takuan në një puthje të ndrojtur dhe të ngarkuar me premtime të pathëna, të dy e dinin se ajo nuk ishte vetëm mirënjohje apo solidaritet. Ishte diçka më e thellë, më e frikshme, më reale. Puthja u ndërprej nga Besa, e cila hyri duke vrapuar në sallon duke kërkuar të ëmën, pa e kuptuar saktësisht se çfarë kishte ndodhur, por duke ndjerë se diçka e rëndësishme kishte ndryshuar. Ajo ndaloi kur i pa të dy kaq afër. Dhe me logjikën e thjeshtë të fëmijëve, buzëqeshi dhe tha se e dinte që zotëria i karriges magjike dhe mami do të pëlqeheshin, sepse çdo histori e vërtet duhej të kishte një fund të lumtur. Artani dhe Anila qeshën, një e qeshur e përzier me lot dhe e ftuan vajzën në përqafim. Aty, në sallonin që kishte qenë skena e kaq shumë dhimbjeve dhe zbulimeve të dhimbshme, një familje e re filloi të formohej, e ndërtuar jo mbi gjak apo detyrime, por mbi zgjedhje, mbi vendimin e ndërgjegjshëm për të mbështetur njëri tjetrin. Për të shndërruar plagët e tyre në diçka që, në vend që t'i ndante, i bashkonte. Por paqja e atij momenti do të ishte e përkohshme. Sepse mungonte ende përballja me pengesën më të madhe nga të gjitha, data e mallkuar që po afrohej. Marsi po vinte dhe me të ditëlindja e Artanit, data që ai e kishte shndërruar në zi për 3 vjet rresht. Dhe këtë herë, për herë të parë që nga aksidenti, ai do të kishte njerëz rreth tij që kujdeseshin, njerëz që nuk do të pranonin ta shihnin të mbyllej në vuajtje. Njerëz që do të këmbëngulnin të festonin jetën në vend që thjesht të vajtonin vdekjen. Çështja ishte, a do të ishte Artani gati për këtë? A do të ishte gati të falte veten mjaftueshëm për të lejuar që ajo datë të pushonte së qeni një dënim dhe të bëhej, ndoshta, një mundësi rilindjeje? Përgjigjja e kësaj pyetjeje do të përcaktonte jo vetëm të ardhmen e tij, por të ardhmen e të gjithë atyre që tani ishin pjesë e asaj historie rindërtimi. Dhe ndërsa ditët kalonin dhe data afrohej, Artani filloi të ndjente panikun e vjetër të kthehej. Netët e pagjumësisë u kthyen, maktet rifilluan, faji që ai kishte filluar ta përpunonte u kthye me forcë të plotë. Ai e dinte se i kishte premtuar Anilës se do të provonte, se i ishte betuar vetes se nuk do të ikte më nga e kaluara. Por ndërsa dita e 23 marsit afrohej në kalendar, zëri brenda kokës së tij i thoshte se nuk e meritonte të festonte, se të lejonte veten të ishte i lumtur në atë datë do të ishte tradhti ndaj kujtimit të Elirës. Do të ishte të pranonte se ajo nuk kishte rëndësi të mjaftueshme. Anila e vinte re ndryshimin tek ai, shihte burrin që kishte filluar të hapej ngadalë duke u mbyllur përsëri, si një lule që ndjen afrimin e dimrit dhe mblidhet për t'u mbrojtur. Ajo përpiqej të bisedonte, përpiqej ta bënte të fliste për atë që ndjente, por Artani thjesht thoshte se gjithçka ishte në rregull, se do t'ia dilte, se nuk duhej të shqetësohej. Por shqetësimi ishte tashmë aty, i instaluar, duke u rritur ndërsa data afrohej. Atëherë Anila mori një vendim. Bisedoi me Besën, me Teto Lushin, me prindërit e Artanit që tani vizitonin rregullisht dhe së bashku planifikuan diçka të thjeshtë por domethënëse.
Nuk do të ishte një festë e madhe, do të ishte thjesht një gjest, një mënyrë për të treguar se të festoje ditëlindjen, nuk do të thoshte të harroje Elirën, por të nderoje jetën që ai ende kishte përpara. Nata para ditëlindjes ishte e pagjumë për të gjithë të përfshirët në plan. Anila dhe Besa qëndruan zgjuar në kuzhinë, me Teto lushin që mbikëqyrte, duke u përpjekur të bënin një tortë shtëpie. Asnjëra prej tyre nuk ishte specialiste në pastiçeri dhe rezultati ishte një tortë e shtrembër, me kremin që rrifte nga njëra anë dhe glazurën e aplikuar në mënyrë të parregull. Besa pyeti nëse nuk duhej të bënin diçka më të bukur, por Anila, duke parë atë krijim të papërsosur, pati një zbulesë. Shpjegoi se përsosmëria ishte e mbivlerësuar, se ndonjëherë gjërat më të vlefshme vinin me të meta. Ajo tortë e shtrembër përfaqësonte përpjekje, dashuri, dëshirën për ta bërë diktë të ndiej i veçantë edhe kur burimet janë të kufizuara. Me një lugë që i dridhej, Besa shkroi mbi tortë, për zotërinë që meriton të buzëqesh. Shkronjat dolën të dridhura, por kishte një sinqeritet në atë mesazh që asnjë kaligrafi e përsosur nuk mund ta transmetonte. Ato e mbuluan tortën dhe e ruajtën, duke shpresuar që Artani të mos ikte para se të mund t'ia dorëzonin. Por Artani, po atë agim, po bënte pikërisht atë që të gjithë kishin frikë. Po paketonte rroba në një valixhe, duke planifikuar të largohej para se të lindte dielli, para se ajo datë e mallkuar të arrinte brenda asaj shtëpie. Kishte lënë një shënim për Anilën, duke shpjeguar se duhej ta kalonte atë ditë vetëm, se nuk do të arrinte ta përballonte. Ishte gati të dilte nga dhoma kur dëgjoi hapa në korridor. Dera u hap ngadalë dhe Besa hyri, ende me pijame, duke mbajtur diçka në duar. Vajza shikoi valixhen dhe sytë ju mbushën me lodh. Me zë të mbytur, pyeti nëse ai po largohej vërtet, nëse gjithë ajo kohë së bashku nuk do të thoshte asgjë, nëse do të zhdukej pa u përshëndetur. Artani u përpoq të shpjegonte se nuk ishte për të, se ishte diçka që duhej ta bënte për veten e tij. Por Besa, me ndershmërinë brutale të fëmijëve, tha se mendonte se ishte gënjeshtër. Tha se të rriturit gjithmonë thoshin se po i bënin gjërat për arsye fisnike kur në të vërtetë ishin thjesht me frikë. Ajo u afrua dhe i vuri në duar tortën e shtrembër, ende të mbuluar me një pecet kuzhine. Kur Artani zbuloi tortën, kur pa atë mesazh të dridhur dhe atë krijim të papërsosur, diçka brenda tij u thye përfundimisht. Nuk ishte një tortë e blerë, ishte diçka e bërë me dorë, me kufizimet dhe papërsosmëritë që vijnë nga dikush që kujdeset mjaftueshëm për të provuar. Dhe kjo, në një mënyrë të çuditshme, ishte më e vlefshme se çdo përsosmëri mund të ishte. Ishte në atë moment që mbërriti Anila, e ndjekur nga Teto Lushi dhe prindërit e Artanit, të cilët kishin ardhur gjatë natës dhe kishin pritur. Të gjithë aty, në atë mëngjes që ende ishte i errët, të mbledhur rreth një buri të thyrë që po përpiqej të ikte nga jeta e tij. Zonja Tefta, e ëma e Artanit, ishte ajo që foli e para. Me zë të prerë por plot dashuri, tha se kishte heshtur për një kohë të gjatë, por tani duhej të thoshte të vërtetën. Ajo tregoi se Elira, para se të ndërronte jetë, i kishte bërë zonjës Tefta të premtonte diçka. Në momentet e fundit të vetdijes që pati në spital, Elira i kërkoi të garantonte që Artani të mos hiqte dorë nga jeta, të mos e shndërronte tragjedinë në një burg të përjetshëm, të mos e shpërdoronte shansin e dytë që jeta ende i jepte. Zonja Tefta e kishte ruajtur atë premtim për 3 vjet, duke pritur momentin e duhur për ta ndarë, dhe tani ishte koha. Artani i dëgjoi ato fjalë dhe u shkri. Qau siç nuk kishte qarë që nga nata e aksidentit, qau për të gjitha vitet e shpërdoruara, për gjithë jetën që kishte refuzuar të jetonte, për gjithë fajin që kishte mbajtur duke menduar se po nderonte Elirën kur në të vërtetë po tradhtonte kërkesën e saj të fundit. Anila u gjunjëzua pranë karriges së tij dhe e përqafoi, dhe Besa i mbajti dorën me dorën e saj të vogël. Zoti Petrit i vuri dorën në shpatull të birit dhe i tha se jeta nuk kërkon leje para se të lëndoj, por as nuk kërkon para se të ofroj shanse të reja. Dhe se të shpërdoroje këto shanse për shkak të dhimbjes së të kaluarës ishte tragjedia e vërtetë. Tha se Elira nuk do të ishte e lumtur duke ditur se dashuria e saj ishte shndërruar në një zinxhir që e mbante Artanin të lidhur pas vuajtjes së përjetshme. Pak nga pak, ndërsa dielli filloi të lindte, Artani filloi t'i lejonte vetes të merrte frymë përsëri. Filloi t'i lejonte vetes të konsideronte mundësinë se ndoshta ai meritonte një shans të dytë. Se ndoshta të festonte ditëlindjen nuk ishte një tradhti, por një akt guximi. Se ndoshta të lejonte veten të ishte i lumtur përsëri nuk do të thoshte të harronte atë që ishte larguar, por të nderonte jetën që ende vazhdonte.
Ishte Anila ajo që sugjeroi të ndiznin qirinjt e tortës aty për aty në atë moment, para se Artani të kishte kohë të ndryshonte mendje. Dhe kështu, në dhomën ende me pak dritë, me qirinj që dridheshin lehtë, ai grup i improvisuar i këndoi shumë urime një burri që për 3 vjet kishte refuzuar ta dëgjonte atë këngë. Artani i fryu qirinjt me sy të mbyllur dhe për herë të parë në vite, bëri një dëshirë që nuk ishte për t'u kthyer në të kaluarën, por për të pasur guxim për të ardhmen. Kur hapi syt, i pa të gjithë aty duke e parë me shpresë. Dhe ai, që kishte kaluar kaq shumë kohë duke besuar se ishte vetëm, kuptoi se ishte i rrethuar nga njerëz që e donin vërtet. Dita e 23 marsit e atij viti nuk ishte një ditë zije. Ishte një ditë rifillimi, faljeje, pranimi. Artani nuk filloi të ecte plotësisht atë ditë, por diçka brenda tij, diçka që ishte e vdekur shumë më gjatë se këmbët e tij, filloi të rrite përsëri. Ishte dëshira për të jetuar, për të provuar, për të besuar se e ardhmja mund të ishte ndryshe nga e kaluara. Dhe ndërsa të gjithë hanin feta nga ajo tortë e shtrembër duke qeshur me papërsosmërit, Artani i mbajti dorën Anilës dhe e dinte, me një siguri që nuk e kishte pasur që para aksidentit, se ishte gati për atë që do të vinte më pas. Ishte gati të provonte të ndërtonte diçka të re, diçka që nuk e fshinte të kaluarën, por që gjithashtu nuk ishte e burgosur prej saj. Muajt që pasuan atë ditëlindje transformuese ishin të ndryshimeve të thella dhe të vazhdueshme. Vila që për kaq shumë kohë kishte qenë një mauzole heshtjesh filloi të merrte frym përsëri. Dritaret qëndronin të hapura, duke lejuar të hynte drita e diellit dhe zhurma e qytetit. Kopshti i braktisur fitoi kujdes të ri, lulet filluan të mbinin aty ku më parë kishte vetëm tokë të thatë. Dhe Artani, burri që ishte fshehur nga bota për 3 vjet, filloi të rimësonte se çfarë do të thoshte të jetoje. Seancat e fizioterapisë që ai mbante në fshehtësi më në fund ju zbuluan të gjithëve. Me mbështetjen e Anilës, prindërve dhe një ekipi mjekësor të rinovuar, Artani intensifikoi ushtrimet. Nuk kishte premtime për shërime mrekullibërse, mjekët e bën të qartë se rikuperimi do të ishte i ngadalë dhe i pjesshëm, por ai ishte i gatshëm të provonte. Çdo hap i lëkundur, çdo rënje, çdo fitore e vogël festohej siç duhej, jo me keqardhje apo përbuzje, por me gëzimin e sinqertë të dikujt që bën tifo për dikë që do. Anila dhe Besa u zhvendosën nga ndërtesa anësore në një dhomë më të madhe brenda vilës kryesore, një gest simbolik që Artani bëri çmos ta propozonte. Tha se nuk kishte kuptim që ato të ishin të ndara kur tashmë ishin pjesë e familjes. Besa e shndërroi dhomën në një shpërthim ngjyrash me vizatime të ngjitura në mure, kukulla të shpërndara nëpër 2 sheme dhe praninë e zhurmshme dhe të gëzueshme që ajo shtëpi kishte nevojë prej kaq shumë kohësh. Zonja Tefta dhe Zoti Petrit filluan të vizitonin pothuajse çdo fundjavë, duke sjellë ushqimin e shtëpisë që Artani kishte harruar se e donte dhe historitë e familjes që ai kishte nevojë t'i dëgjonte përsëri. Kushërinjt, xhaxhallarët, miq që ishin larguar nga gënjeshtrat e Valbonës filluan të rishfaqeshin, duke rindërtuar ura që dukeshin përfundimisht të djegura. Shtëpia, që më parë strehonte vetëm punonjes dhe një pronar të largët, u shndërrua në një shtëpi të vërtetë, me të qeshura, diskutime, përqafime dhe gjithë rrëmujën e mrekullueshme që vjen bashkë me dashurinë. Por ndërsa jeta e Artanit lulëzonte, hija e Valbonës ende qëndronte si një kërcënim i largët. Ajo nuk ishte zhdukur plotësisht, thjesht ishte larguar strategjikisht. Avokatët e të dyja palëve shkëmbenin dokumente, diskutonin marrëveshje, përpiqeshin të zgjidhnin në gjykat atë që ishte shkatëruar nga manipulimi. Artani zbuloi shtrirjen e plotë të dëmeve, kontrata mashtruese, devijime fondesh, vendime biznesi të marra në emrin e tij pa pëlqimin e tij. Ishte një proces i gjatë dhe i dhimbshëm, por i nevojshëm. Anila, nga ana e saj, gjithashtu luftonte betejat e saj. Me mbështetjen financiare diskrete të Artanit, ajo më në fund arriti të punësonte avokat kompetent për të rishikuar rastin e saj të pezullimit të licencës së infermieres. Denoncimi i rem i ish bashkëshortit u dekonstruktua pjesë-pjesë, dëshmitarët u dëgjuan, dokumentet u rishikuan dhe pak nga pak e vërteta filloi të dilte në shesh. Nuk do të ishte e lehtë apo e shpejtë, por për herë të parë pas shumë kohësh, Anila kishte shpresë të rifitonte jo vetëm licencën, por edhe reputacionin e saj. Ishte një pasdite qershori, kur dimri filloi të ftohte Tiranën, që Artani mori një vendim që i befasoi të gjithë. Mblodhi Anilën, prindërit, Besën dhe Teto Lushin në sallonin kryesor dhe njoftoi se donte të bënte një festë. Jo një festë do si do, por një festë të vërtetë, duke ftuar të gjithë ata që për vite me radhë i kishte larguar.
Do të ishte një mënyrë për të kërkuar falje, për të njohur gabimet, për të treguar se ishte gati të jetonte përsëri. Ideja fillestare ishte të bëhej diçka diskrete, por ndërsa planet zhvilloheshin, festa filloi të merrte për masa më të mëdha. Artani këmbënguli se nuk donte luks të tepruar apo shfaqje, donte vetëm të ishte e sinqert, të pasqyronte atë që po bëhej dhe jo atë që kishte qenë para aksidentit. Anila mori përsipër organizimin bashkë me zonjën Tefta, dhe të dyja zbuluan se punonin në harmoni të përsosur, sikur të njiheshin prej vitesh në vend të muajve. Besa, sigurisht, donte të merrte pjesë në gjithçka. Sugjeroi të kishte një hapësirë vetëm për vizatime, ku të ftuarit mund të linin mesazhe të ilustruara për Artanin. Ideja u pranua me entuziazëm dhe vajza kaloi ditë të tëra duke përgatitur vizatimin e parë, një art shumë ngjyrësh që tregonte gjithë udhëtimin që kishin përshkuar, karrigen me rrota me krah, tortën e shtrembër, shtëpinë plot drita. Dhe në qendër, të gjithë së bashku, duke buzëqeshur. Ishte gjatë përgatitjeve që Anila dhe Artani patën një bisedë të rëndësishme. Ai kërkoi të fliste me të vetëm, dhe të dy u takuan në kopsht, tani të lulëzuar dhe të kujdesur, ku gjithçka kishte filluar muaj më parë. Artani ishte nervoz, më nervoz se sa Anila e kishte parë ndonjëherë. Ai filloi duke folur për gjithçka që kishte ndryshuar, për mënyrën se si ajo dhe Besa kishin transformuar jo vetëm shtëpinë, por edhe jetën e tij. Më pas, me duar që i dridheshin lehtë, ai bëri pyetjen që e kishte provuar prej javësh. Nuk u gjunjëzua, nuk mund ta bënte ende, por sinqeriteti në sytë e tij vlente më shumë se çdo gest tradicional. Pyeti nëse Anila do të pranonte të martohej me të, nëse do të pranonte ta shndërronte atë familje të improvisuar në diçka zyrtare, nëse do të pranonte të ndërtonte me të ardhmen që asnjëri prej tyre nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur. Anila mbeti në heshtje për disa sekonda që u dukën të përjetshme. Lotët i rodhen në përfytyr dhe kur më në fund u përgjigj, ishte me një po plot emocion, mirënjohje, dashuri. Ata u përqafuan aty në kopsht dhe ishte Besa ajo që i gjeti kështu, duke vrapuar për t'u bashkuar në përqafim dhe duke pyetur me entuziazmin tipik të një fëmije. Nëse kjo do të thoshte se zotëria i karriges magjike do të ishte babai i saj i vërtet tani. Përgatitjet për festën fituan një kuptim të ri. Nuk do të ishte vetëm një fest pajtimi, do të ishte gjithashtu një njoftim fejes, një deklaratë publike se Artani ishte gati të ecte përpara, të ndërtonte diçka të re pa e fshirë të kaluarën. Ai vizitoi varrin e Elires për herë të parë që nga funerali, duke çuar lule dhe një letër ku shpjegonte gjithçka, ku kërkonte falje që kishte shpërdoruar kaq shumë kohë në faj. Ku premtonte të nderonte kujtimin e saj duke jetuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Nata e festës erdhi me qiell të pastër dhe yje të ndritshëm. Vila ishte e panjohshme, jo për dekorin luksoz, por për jetën që pulsonte në çdo cep. Të ftuarit mbërrinin duke sjellë përqafime, histori, të qeshura dhe disa lodh. Kushërin që Artani nuk i shite prej vitesh, miq fëmijërie, koleg pune, të gjithë aty të mbledhur duke dëshmuar transformimin e një burri që kishte vendosur të kthehej në jetë. Në mes të festës, Artani kërkoi vëmendjen e të gjithëve. Me Anilën dhe Besën pranë tij, ai mbajti një fjalim emocionues. Foli për dhimbjen e humbjes, për mënyrën se si e kishte lejuar veten të konsumohej nga faji, për mënyrën se si pothuajse e shpërdoroi shansin e dytë që jeta i ofroi. Falenderoi prindërit që kur nuk hoqën dorë prej tij, falenderoi miqtë që pritën me durim kthimin e tij, falenderoi veçanërisht Anilën dhe Besën që kishin pushtuar fortesën e tij të vetmisë me dashuri, durim dhe torta të shtrembra. Më pas, me zë të mbytur, ai njoftoi fejesën. Salloni shpërtheu në duartrokitje, përqafime, urime. Zonja Tefta qante nga gëzimi, zoti Petrit kishte sytë e përlotur dhe Besa kërcente nga entuziazmi duke u thënë të gjithëve se e dinte, se kishte qenë ajo që i kishte bashkuar të dy me vizatimet e saj magjike. Ishte në kulmin e festës që ndodhi momenti që askush nuk e priste. Artani, i cili e kishte kaluar gjithë festën ulur në karrigen e tij me rrota duke pritur të ftuarit, pa pritur u mbështet në paralelet që kishte urdhëruar të instaloheshin diskretisht në anë të sallonit. Me ndihmën e fizioterapistit të tij, i cili ishte i pranishëm si i ftuar, ai filloi të ngrihej. Salloni mbeti në heshtje absolute. Të gjithë vëzhgonin duke mbajtur frymën, ndërsa Artani, me sforcim të dukshëm por vendosmëri të palëkundur, bëri një hap. Pastaj një tjetër. Pastaj edhe një. Nuk ishin hapa të sigurt, ai dridhej, djersitej, kishte nevojë për mbështetje, por ishin hapa.
Për herë të parë në më shumë se 3 vjet, Artan Basha ishte në këmbë, duke ecur, edhe pse vetëm disa metra. Anila vrapoi drejt tij, jo për ta ndihmuar por për të ecur pranë tij, dhe kur ai më në fund arriti në qendër të sallonit, kur këmbët nuk e mbanin më dhe ju desh të kthehej në karrige, ajo e mbajti. Dhe të dy ranë së bashku duke qeshur dhe duke qarë në të njëjtën kohë. Salloni shpërtheu përsëri, por tani nuk ishte vetëm në duartrokitje, ishte në lot, në britma gëzimi, në festimin e një fitoreje që shkonte shumë përtej hapave fizik. Besa vrapoi për t'u bashkuar në përqafimin e të dyve, dhe në atë moment, në mes të sallonit plot me njerëz që i donin, ajo familje e pamundur më në fund u konsolidua. Nuk ishin thjesht një guvernante, pronari i saj dhe një fëmijë. Ishin 3 njerëz të thyer që ishin gjetur në momentin e duhur, që kishin zgjedhur të shëroheshin së bashku, që kishin shndërruar dhimbjen në dashuri dhe vetmin në përkatësi. Muajt që pasuan ishin të planifikimit të dasmës, të seancave të fizioterapisë gjithnjë e më intensive, të vendimeve për të ardhmen. Artani, me mbështetjen e prindërve të tij, ristrukturoi plotësisht kompaninë, duke larguar përfundimisht Valbonën nga çdo pozicion pushteti dhe duke sjellë gjak të ri në administratë. Anila, më në fund, mori lajmin se licenca e saj e infermieres do të rivlerësohej, të gjitha akuzat u tërhoqën dhe reputacioni i saj u rivendos. Por ajo vendosi të mos kthehej menjëherë në spitale. Zbuloi se i pëlqente të administronte shtëpinë, të kujdesej për atë hapësirë që ishte bërë shtëpia e saj, dhe se ndoshta më vonë, kur Besa të ishte më e rritur, do të mendonte të kthehej në infermieri. Për momentin, donte të ishte e pranishme, donte ta shijonte atë fazë të re të jetës pa nxitim, pa presion. Dasma u caktua për një pasdite shtatori, kur pranvera filloi të ngjyroste Tiranën përsëri. Nuk do të ishte në Kish, por në kopshtin e vet vilës, kopshtin që Anila dhe Artani e kishin kujdesur së bashku, që simbolizonte gjithë rritjen dhe transformimin që kishin jetuar. Përgatitjet ishin intensive por të këndshme, me Besën që merrte pjesë në çdo vendim, duke zgjedhur lule, duke sugjeruar këngë, duke vizatuar ftesa të personalizuara për çdo të ftuar. Më në fund erdhi dita. Kopshti ishte i bukur, i thjeshtë por i ngarkuar me kuptim. Karriget ishin vendosur në gjysmërreth rreth një altari të vogël të improvizuar. Të ftuarit mbërrinin duke sjellë jo dhurata të shtrenjta, por kujtime, histori, dashurinë e sinqertë të atyre që e kishin shoqëruar atë udhëtim. Anila hyri në kopsht krah për krah me Besën, e cila këmbënguli të ishte shoqëruesja e nusës. Ajo vishte një fustan diskret, të bardhë dhe të thjeshtë, pa egzagjerime, pikërisht siç donte. Sytë e saj kërkuan Artanin dhe kur e gjetën, ai ishte në këmbë. Në këmbë, i mbështetur në paralele, por në këmbë. Ai ishte stërvitur për muaj të tërë për atë moment, kishte rënë 10 herë, kishte qarë nga zhgënjimi, por kishte vazhduar të provonte sepse donte ta priste nusën e tij në këmbë. Anila filloi të ecte drejt tij, por kur arriti në gjysmë të rrugës, nuk mundi ta mbante më emocionin. Lëshoi buqetën dhe vrapoi drejt Artanit, dhe kur arriti afër, ai bëri edhe disa hapa të dridhur drejt saj, dhe të dy u takuan në mes të rrugës. Duke rënë së bashku në një përqafim që nuk kishte nevojë për fjalë për të shpjeguar se çfarë do të thoshte. Qeshën, u ngritën mendim dhe e përfunduan rrugën deri te altari së bashku, të mbështetur te njëri tjetri, me Besën që vraponte pas duke mbajtur buqetën e harruar. Celebranti, një mik i familjes, filloi ceremoninë me zë të mbytur, qartësisht i emocionuar nga ajo që sapo kishte dëshmuar. Betimet ishin të thjeshta por të thella. Artani premtoi të mos ikte më kurrë nga jeta e tij, të mos e linte më veten të burgosej nga faji, të vazhdonte të përpiqej të ishte versioni më i mirë i vetes për të dhe për Besën. Anila premtoi të ishte pranë tij në ditë të mira e të këqija, t'i kujtonte gjithmonë se ai ishte i denjë për dashuri. Të vazhdonte të bënte torta të shtrembra në të gjitha datat e rëndësishme, sepse papërsosmëria ishte mënyra e saj për të treguar dashuri. Besa, e cila ishte përfshirë në ceremoni si pjesë themelore e asaj familjeje, mori një gjerdan të vogël nga Artani, një simbol se tani ai nuk ishte vetëm zotëria i karriges magjike të vizatimeve, por babai që ajo kishte zgjedhur dhe që e kishte zgjedhur atë. Kur më në fund celebranti shpalli se ata ishin të martuar, puthja u shoqërua me duartrokitje, britma, lot dhe gjithë gëzimin e atyre që e dinë se kjo nuk ishte e lehtë, se kjo u arrit hap pas hapi, zgjedhje pas zgjedhjeje, ditë pas dite. Festa që pasoi ishte pikërisht siç duhej të ishte, plot jetë, muzikë, ushqim shtëpie të bërë nga zonja Tefta, histori të treguara dhe ritreguara, fëmijë që vraponin nëpër kopsht, përqafime që zgjatnin më shumë se sa kërkonte protokolli.
dhe në mes të gjithçkaje, në një tavolinë të veçantë, ishte torta profesionale e dasmës, e bukur dhe e përsosur, por pranë saj, me të njëjtin theks, ishte torta e vjetër e shtrembër e rikrijuar, me të njëjtat shkronja të dridhura. Për zotërinë që meriton të buzëqesh. Kur erdhi koha për të prerë tortën, Artani këmbënguli të fillonin me atë të shtrembrën, dhe kur morën kafshatën e parë, shija ishte pikërisht ajo që prisnin, e papërsosur, shtëpiake, e bërë me dashuri. Dhe ishte e përsosur pikërisht për këtë. Në fund të natës, kur të ftuarit ishin larguar dhe vetëm familja më e afërt kishte mbetur, Artani, Anila dhe Besa u ulën së bashku në kopsht, duke parë yjet. Besa pyeti nëse tani që kishin një fund të lumtur, historia kishte mbaruar. Anila shikoi Artanin, të dy buzëqeshën, dhe ai u përgjigj se në të vërtetë historia sapo kishte filluar, se fundi i lumtur ishte vetëm fillimi i një aventure të re. Dhe ishte e vërtetë. Në vitet që pasuan, ajo familje vazhdoi të rritej, jo në numër por në dashuri, në përvoja, në kujtime të ndërtuara së bashku. Artani vazhdoi të përparonte në fizioterapi, duke arritur në pikën ku mund të ecte me ndihmën e një bastuni në distanca të shkurtra. Kur nuk u kthye plotësisht në atë që ishte më parë, por mësoi se kufizimi fizik nuk e përcaktonte se kush ishte, se karrigia e tij me rrota nuk ishte një burg por vetëm një mjet, dhe se burgu i vërtet gjithmonë kishte qenë emocional. Anila u kthye përfundimisht në infermieri, por në një mënyrë tjetër. Hapi një konsulencë për kujdestar dhe infermier, duke përdorur përvojën e saj për të ndihmuar njerëz të tjerë që, si ajo, ishin trajtuar padrejtësisht ose kishin nevojë për mbështetje. Besa u rrit në atë vilë që tani ishte vërtet një shtëpi, duke u bërë një vajzë e sigurt, kreative, plot dashuri për të dhënë, pikërisht siç kishin planifikuar e ama dhe i ati. Dhe çdo vit, më 23 mars, ata bënin çmos të festonin. Jo me trishtim apo zi, por me gëzim, me mirënjohje për gjithçka që kishin mbijetuar dhe arritur. Gjithmonë kishte një tortë, gjithmonë të shtrembër, gjithmonë me të njëjtat shkronja të dridhura, gjithmonë me të njëjtën shije dashurie të papërsosur dhe të vërtetë. Sepse në fund të fundit, ajo histori nuk ishte për tragjedit apo te kalimin e pengesave të pamundura. Ishte për zgjedhjet. Zgjedhjen për të vazhduar të provosh kur gjithçka duket e humbur. Zgjedhjen për të besuar kur jeta të ka dhënë 1000 arsye për të mos besuar. Zgjedhjen për të dashuruar përsëri kur zemra është ende e thyrë. Dhe mbi të gjitha, zgjedhjen për të besuar se, edhe pas tuhive më të këqija, ende është e mundur të gjesh një copës qielli blu ku të ndërtosh një fillim të ri. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Anilës dhe Besës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar, klikoni butonin pëlqej, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Ju presim në episodin e ardhshëm.